këtu është një gap shumë i madh, të cilën e kemi adresuar na shumë herët. Ka adresu edhe oda e mjekëve, kemi adresu na vetë si profil, për shkak se mosha mesatare, hiq pa hezitim, për shkak se kom po statistika, është 52-3 vjeçare. Mesatarja. Jemi të folë për punëtorët, për mjekët. Jemi 30 mjekë. Më i riu është 40 e sa vjeçar. Një mjek të bëhet neonatolog duhet 5 vjetë. Pra mas fakultetit mjekësisë, 5 vjetë specializim. Mas ati specializimit normalisht që duhet një përvojë. Bas 10 vjetëve tasht, për shembull jemi 2025-ta, 2035-ta, tu e marrë parasysh që edhe çdo vjet ka me pas rramje të numrit për shkak pensionimit të mjekëve, do t'i kemi gjysmën e tyre. A gjysma që mbetet do t'jetë 50-60 vjeçare. Një punë intenzive, me punë 24 orëshe, në kujdes intenziv, që së paku 25.000 kërkojnë kujdes intenziv me mbështetje respiratore deri në 15 fëmijë me mbështetje, ajo është e tepërt, është shumë e zorshme të bëhet përthakimi i punëve. Si duhet, në bazë kësaj, api bie që pas një dekade, eventualisht 2, do të jemi në krizë për neonatolog së shtet? Po, definitivisht po. Do t'jetë krizë.